Në meshën e kësaj të hënë në katedralen e qytetit të Shkodrës, një lutje e veçantë ju kushtua atit të shenjtë Papa Francesku, i cili u nda nga jeta ditën e sotme në moshën 88 vjeçare. Në fjalën e tij, famullijtari Don Vllash Palaj lartësoi veprën e Papa Franceskut, teksa theksoi se ato që din të qëndrojnë në Krishtin nuk e kanë frikën e vdekjes. Ato të cilët din me qëndru në Krishtin nuk e kanë kot frikën e vdekjes, por do të gëzojnë me temë këtë jetë edhe pse ndoshta mes shumë sfidave e problemeve me të cilat unesh gjatë gjithë jetës së tij, mund të thonë edhe Papa Francesku, por ai i cili qëndron me Zotin është gjithmonë i aftë me te kalu çdo gjë, sepse Zoti është në te dhe asgjë nuk mund ta rivalizojë. Nëse kundrojmë me vëmendje jetën e nxënësve të Krishtit pas ngjarjes së tij, do të vrejmë se janë të shënuar rrëndësisht nga jetën e tyre, nga shpirtin e tyre, nga ky gëzim i Krishtit të ngjallur, që padyshim shënoi edhe krejt jetën e Papa Franceskut, dhe do të jetojmë krejtësisht në dedikim të plot ndaj këtij misioni, të ftuar çdo njeri se në Krishtin jo vetëm ka ngjallje për këtë jetë, por ka ngjallje edhe për jetën shëshme. Kjo dëshmi i bëhet edhe nga martirët tanë, kështë e ndashtë. E shumë e vështirë me kuptu veprën e tyre, durimin e tyre, nëse nuk arrijnë me kundru, me kuptu, me përjetu pikërisht ato mesazhe të cilat kisha na i dhuron gjatë këtyre ditëve të pashme, sepse vepra tyre do të ishte marrëria më e madhe nëse ata nuk besonin Krishtin.